Sonte në Jeta në Kosovë ndeshni rrëfimin ekskluziv të njërit nga të plagosërit në lagjin e trimave në Kumanov. Ne nuk kemi punë me civil, ne nuk kemi terrorista, por ne kemi punë me pushtetin, i cili është një pushtet i krimit, një pushtet i cili e ka prish çdo marrëveshje e cila ka qenë e nënshkruar si nga ndërkombëtarët, si nga amerikanë, çdo kush, edhe ajo marrëveshje s'ka ekzistuar. Gjithmonë ka qenë një marrëveshje kufond. Çfarë thot ai për emisionin Jeta në Kosovë? Sa ishin tradhtuar dhe pse UÇK i ka marrë armët në dorë? Po, është tradhtuar grupi i cili ka qenë aty. Arsyeja që i ndërzu ka qenë që me mbrojt popullin. Po ashtu, Jeta në Kosovë sjell intervistë ekskluzive me shefin e opozitës maqedonase Zoran Zaev. Çka thot ai për rastin Kumanova? A do të arrëzojnë përgjimet e protestat kryeministrin Maqedonas Nikola Gruevski? A ka konflikt shqiptaro-Maqedonas në Maqedoni? Jeta në Kosovë sonte nga ora 25 dhe repriza të premte në mesditë.